Kjo nuk është hera parë që studentët ngrihen për të drejtat e tyre. Ne nuk do të ndalemi derisa aktivitetet studentore të kenë hapësirat e tyre të merituara. Sot më 11 mars 2025, siç po shihet, kemi vendosur që aktivitetet tona të i mbajmë në rrugë në mungesë të hapësirave brenda qendrës së studentëve. Sallat ku duhet të organizonim debate, leksione alternative, klube kulturore dhe artistike janë të mbyllura për ne. Në vend të hapësirave për student, kemi zyra administrative, hapësira komerciale dhe dyer të kyçura. Rrjedhimisht na kanë detyruar të dalim në rrugë për të mbajtur aktivitetet tona. Kjo nuk është hera parë që studentët ngrihen për të drejtat e tyre. Më 11 mars 1981, studentët e Universitetit të Prishtinës protestuan për liri. Sot ne po përmballemi me një tjetër formë shpërfilljeje. Nuk na japin hapësirën për të menduar, për të bashkëpunuar e për të krijuar. Na duan pasiv, në përkafenet të qytetit dhe pa mundësi për të zhvilluar mendimin kritik dhe kreativitetin tonë. Por studentët nuk do të heshtin. Nëse nuk na lejojnë hapësira brenda, ne do të marrim rrugët. Nëse na mbyllin dyert, ne do të vazhdojmë të krijojmë, të organizohemi dhe të kërkojmë atë që na takon. Sot nuk kërkojmë lëshime, por të drejtat tona. Ne nuk do të ndalemi derisa aktivitetet studentore të kenë hapësirat e tyre të merituara. Problemi qëndron me neglizhencën e menaxhmentit të qendrës së studentëve. Menaxhmentit të qendrës së studentëve kemi dërguar disa emaila ku kemi kërkuar hapësira për mbajtje të aktiviteteve. Menaxhmenti ka shpërfillë gjitha kërkesat tona. Kemi dërguar email të sekretarit i Ministrisë së Arsimit. Asaj nuk ka kthy përgjigje për neglizhencën e menaxhmentit të qendrës së studentëve. Ne nuk e dim a ka hapësira, nuk e dim, por me atë sa dim, salla e konferenca që është këtu prapa nesh ku ne kemi mbajt aktivitetet në të kaluarën është kthy në zyrë dhe përdoret për Agjencionin e Akreditimit të Kosovës, edhe sipas informacioneve që ne i kemi, amfiteatri i hapur që është aty ku ne kemi mbajt shumë aktivitete tradicionale deri më sot, kemi marrë informacione që do të rënohet dhe do të kthehet në konvekt për banim.